problemi. Nuk është problemi nga dishmëria jonë të fitojnë projekte dikun tjetër është diçka tjetër. Është normë kushtetuese në Serbi zhvillimi i barabart ekonomik rajonal. Do të thotë Serbia duhet të jetë e ndarë në rajone të caktuara ekonomike që parafërsisht janë të zhvilluara barabartësisht. Por problemi është se Presheva, Bujanovci dhe disa komuna tjera të vogla që në për Serbi, 50 vitet e fundit kanë statusin e komunave të pazhvilluara. Dhe kjo për shkak, sepse shteti nuk ka program të veçantë të nxjisë zhvillimin ekonomik në këto komuna. Nëse të hyrat që vinë nga nivelli republikan, e ato janë shumica, ndoshta mbi 60%, të hyrave që qytetarët tonë paguajnë si taksa shtetit, janë në nivel të vitit 2013-2014, tu e pas parasysh inflacionin çfarë është në Serbi, tu pas parasysh se gjitha ato investive që vinë nga shteti 20% duhet në emën të vëshës t'i kthehen përsëri shtetit, pra të bëjnë të levërdishëm një financim që vjen nga nivelli shtetëror. Prandaj edhe diskriminimi që ndron këtu, se në Serbi ekziston një praktik që në fund vitit, nga mjetet e rezervës buxhetore, qeveria ndan, Ministria e Financave ndan komunave një shumë të caktuar mjetësh që i shpërndana për gjitha komunat. Dhe nëse Preshevës që ka një status të pazhvilluar, apo Bujanovci që ka një status të komunave të pazhvilluara, janë ndan dikun 100.000 euro, 70.000 euro, deri 100.000 euro, ndërkohë që komunave ku qeverisë SNS janë ndan mbi 200-300 milion dinar, që i vjen 2 milion, 3 milion euro, atëherë të flet për një sistem pabarazish që është ndërtu me dekada atje, e të cilin SNS-ja e ka përforcu, e ka përsos faktikisht në përsosmëri, e ka qenë sa i përket kësaj. Sa i përket temës së reciprocitetit, në vazhdimsi ne kemi potencuar gjitha takimet që kemi qoftë në Evropë, qoftë në Shtetet e Bashkuara, se nuk mund të ketë zgjidhje të çështjeve të drejtave të pakicave në Ballkan nëse do të kemi një situatë për një pakicë këtu në Kosovë, e cila edhe me standardet aktuale, të kushtetutën aktuale të Kosovës, ka një status special, në raport me 22 komunitete në Serbi, që përbëjnë 20% të popullatës 7 milionësh të Serbisë, e që nuk kanë ato të drejta. Sepse është diçka drejtat e njerëzit, drejtat e pakicave janë standarde ndërkombëtare, janë standarde që janë përcaktuar me konventat, cilat Serbia i ka ratifikuar. Pra nuk mund të pretendojmë në ndërtimin e një paqe afatgjate kur ju po tentoni të ndërtoni një super pakicë këtu në Kosovë, ndërkohë që neve na mohoni të drejtat elementare. Nëse na edhe kur flasim për integrim, zakonisht të përfshihem, ne nuk kërkojmë vende ministrash. Ne nuk kërkojmë vendet në nivel të organeve shtetërore në Beograd apo dikun tjetër. Pse të mos i kërkoni? Ne kërkojmë, po ne nuk e kemi atë bazë. Ajo që kemi pasi një ofertë nga Vučići ka qenë një sekretar shtetëror. Dhe nëse ne nuk kemi gjykatë, nëse ne kemi 10 vite nuk kemi policë që janë marrë, nëse nuk kemi në pikpagesat që është ndoshta institucioni më i thjeshtë të autostradës, nëse nuk e kemi asnjë shqiptar në Bujanovci në katastër, në shërbimet e të hyrave, ku janë 2-3 shqiptar, atëherë është e pakuptim që ne ta ndërtojmë imazhin e një qeverie gjithëpërfshirëse me një sekretar shtetëror edhe i cili do t'i jap argumentin Vučići që ja shqiptarët që janë të argumentuar, siç po tenton me lujtojën, me përfaqësimin gjoja të shqiptarëve në qeveri përmes ministrit marionet Demo Berishës, që është për ne një minister absolutisht i papranueshëm, dikush që mohon identitetin tonë, dikush që mohon marrëveshjet që ne kemi me Beogradin, dikush që mohon kërkesat tona. Ndihet shqiptar në fund fund, ndihet shqiptar. Po ndihet shqiptar dhe thjesht nuk ka asnjë votë as nëpër Serbi, as nuk ka një votë në Lugin Preshevës, nuk mund të na përfaqësojë neve. Dhe ata tentojnë ta imponojnë një dialog të vazhdueshëm me një ministër të tillë, ndërkohë që ne kemi marrëveshje me qeverinë. Kryeministri i Serbisë 2013 ka nënshkruar një konkluzion të veçantë sipas cilit qeveria e Serbisë e aprovon në tërësi, pa asnjë vërejtje planin shtatpikësh. Në formë të informatës trupit koordinues, që ishte mënyrë tërthorte e aprovimit një dokumenti të aprovuar nga Partitë Shqiptare, por me pikat e njëjta, nuk ka asnjë ndryshim. Dhe çështja e marrëveshjes apo planit aksional, se si duhet të na fatet kornizat kohore, kur duhet zbatohet plani shtatpikësh, që parashef periudhën 2023-2026, e ne jemi fut 2026, s'ka fillu zbatimi, pra thjesht ata në vazhdimsi po tentojnë me bleko. Por po shpresoj që kjo veç një momentum krejtësisht i ri, ata kanë me tentu me na fut në dialog, për me ikë gjitha këtyre. Një pyetje të lutem. Po, absolutisht. Sa ka pas përpjekje
që këto diskriminime, ose të paktën diskriminime, sepse ka shumë diskriminime politike, kulturore, ekonomike, kështu me radhë.